në klip u pa qartë që qasja ime me Rikun kur ka ardhur në këtë shtëpi ka qenë shumë e përzemërt për mirësinë që kemi jashtë, për atë që njihemi jashtë. Dhe në fakt edhe 2 ditë e para Riku ka shumë me zemër të mirë. Kemi qenë shumë shok, e kemi kuptuar shumë njëri tjetrin. Bile më kanë thënë dhe drejtor, je drejtori, domethënë edhe unë nuk e kam marrë me ironi këtë pjesën, e kam marrë për shakan që kemi në njëri tjetrin. Je shumë mirë edhe çdo gjë ka qenë në rregull. Edhe unë jam sjellë shumë mirë, e kam marrë në disa momente kur ai e skaloi veten e tij kashi banorëve të tjerë, që ditën 1, ti e mbamend shumë mirë aty te dera. Dhe kam pasur një marrëdhënie shumë të mirë deri në momentin që do bëj është dojnë bëj deri në momentin që erdhi te banaku atje dhe më tha do më lësh të bëj lojën time. Vazhdo, shko, bëj lojën, i kam thënë. Ishte qartë. Jo, unë nuk bëj lojë ushtarësh. Nuk dua në këtë lojë asnjë ushtar. Bën lojën tënde, hik, mos merr leje. Pse më merr leje? Dhe ja ku jemi sot këtu. E pam të klipi. Po, a mund të flas? Po. Vazhdo. Tani, për sa i përket termit burr grash, do të thotë burr që merret me llafe grash. E ka shpjeguar disa herë brenda shtëpisë. Nuk ka qenë fare. Miri ka eksaluar në muhabetet të tjera që unë e kam ofenduar me atë fjalë që o tha që s'dua të përsërit, sepse më tha që nuk është transmetuar, do jesh burr i më shumë se një gruaje për jashti, derisa më ndon shumë një, e para dhe e dyta, nga kush shtëpi, kjo është e regjistruar. S'ka, çose u gënjej Malini mua gënjej. Dhe të kush shtëpi, të shtëpia jote? Jo, do më nxjerrësh nga shtëpia jote? Do më nxjerrësh nga shtëpia në shtëpinë time. Ishte në klip kjo, po. Është në klip ajo. Atëherë, për sa i përket gjithë mirë nuk arriti dot qëllimin. Në klip ishte që ti i thua Mirit do të nxjerr nga shtëpia dhe Miri pyet nga shtëpia jote. Po shumë bukur, po shpure ka Miri dhe shtëpia ime. Po kjo është shtëpia jote pra. Jo, Miri nuk ka punë te shtëpia jote, po meqense ti po merr atributet e të Zotit. Se nuk është dhënë ajo që ka thënë Miri që je burri më shumë se një gruaje për jashtë. Se nuk është dhënë. Erik, më fal tani, se kjo ka gjëra ajo për mua, se un kam një grua për jashtë që i prishet çdo gjë, nuk e di a është mërzitur apo jo. Nuk është ashtu. Pikërisht kjo gjë do të jepësh për këtë njerëz këtu. Nuk është ashtu. Atëherë që të mos hidhemi nga dega në degë. Jo, si edhe nga dega në degë, po thot vërtet. Kërkoj të kesh durim për të shpjeguar atë që kishe pikpyetjet e parë. Nëse ke të tjera, kam gjithë durimin e botës të shpjegoj çdo gjë. Atëherë. Pra, po të thosha unë ty. Po, patjetër, po do gjë. Kur ti i thua Mirit do të nxjerr nga shtëpia, pra automatikisht merr atributet e të Zotit të shtëpisë që të nxjerr nga shtëpia, Miri thot nga shtëpia jote, pra ti je i Zoti i shtëpisë që mund të më nxjerrësh mua nga shtëpia. Kjo ishte pika e shtëpisë. Çfarë pyetje tjetër ke? Atëherë, po thoshe nga gjithë, unë është vërtet që jam qasur shumë afër me Mirin, sepse Mirin jemi edhe jashtë. Nuk është jemi shok të ngushtë, por jemi njohur për koncerte, kemi diskutuar, shumë ditë përpara, jemi miq. Nuk është jemi, siç është bërë këtu në shtëpi shoku ngushtë me njëri tjetrin. Jo, përkundazi, jemi miq, jemi nga shoqëria përbashkët, nga çdo gjë. Po, ideja e gjithë këtij muhabeti ishte që Miri nuk arriti dot qëllimin e vet që mua të fusën në ushtrinë e vet, sepse nuk e di se si funksionoi ndoshta, domethënë brenda një loje dhe nuk ka faj. Kështu është, ky është mendimi im, ë. Dhe për këtë kësaj kaloi duke më folur ashpër, duke u munduar që të unë mos i flisja njerëzve që kanë probleme me të, po ta mbroja këtë dhe mos i flisja askujt dhe mos shoqërohesha me askë këtu në shtëpi. Dhe gjëja tjetër, mbasi nuk e arriti këtë lloj qëllimi, më bëri domethënë si në një formë kundërshtar. Po, duke më lënë të flija poshtë, duke qeshur me të folur ti poshtë dhe duke qeshur pikërisht që është artist me emër dhe të dhoma rrëfimin që e pamë. Jo, ka qenë sinqert, s'ka lidhje. Ironike, duke ditur shumë se çfarë artist jam. Megjithatë, unë isha poshtë dhe që ditën 1, ai djali aty që thotë ke heq pantallonat, pse nuk e heq pantallonat e atij, ai më dha për të veshur sepse u isha me puth me maj dhe me kostum, dhe nuk mund të flija dhe u afrua një person që nuk njihja, dhe nuk u afrua shoku, Kesi. Po, dhe nuk u afrua Miri, që supozohet që i njoh. Okej. Një e para punës. E dyta punës kam fjetur gjithë ditë që kam fjetur 3 ditë poshtë. Në tokë. Në tokë. Se ke zgjedhur. Kam zgjedhur të fletë në tokë. Kam zgjedhur të fletë në tokë sepse nuk mund të shtrihem në një krevat me një femër tjetër sepse kam parimet e mia. Nuk jam si disa këtu që nuk e kanë të lloj parime.
Dhe respektoj gruan time që kam në shtëpi. Për sa i përket asaj që është poshtë, po mirë, për sa i përket asaj që isha poshtë e fundit, nëse ti ke zgjedhur dhe ke bërë shumë mirë, sepse secili prej jush ka parimet e po ja pra më le ta mbaroj. Era fundi që Austri në Tokë, Austri sepse ishte përgjigja e mirit që nuk më pëlqeu dhe ky si shok që ishte thoshte mund t'i lëm të gjitha këto dhe hajde shtriu krevat. Kur më the burgrash, nesër. Jo më valla. Flas burgrash shpjegova si. Kjo është gjithë situata me mirë që unë u bëra një lojë brenda rregullave të lojës Big Brotherit, brenda rregullave të rregullave të Big Brotherit, që i bëra me kese për ndryshu krevati për ta mërzitur dhe thash 1-1. Jo, Kjo është gjithë historia ime me mirë. Po, se më the burgrash, ti s'mund të flesh të krevati im. Burgrash, i kam thënë në kontekstin burgrë verësh me grash. Burgrë me grash tu në shtëpi. Me gjithë respektin, po kur thoni burr që merret me llafe grash, më shumë po merreni ju burrat me llafe aty se sa do grua në historinë. Si ky më thot mua kontekst tjetër, po them në mënyrë tjetër. Flori, si e ke parti? Po. A qëndron ajo që thot Eriku që në fakt Miri bën rekrutuesi në fillim dhe kur ti nuk i shkon lojës së tij papritmas fillojnë debatet? Tani realisht Miri më ka afruar dhe mua në fillim, i ka afruar të gjithë me formalitetin. Se si na ka afruar e din vetëm Miri arsyen. Po për mendimin tim edhe ndoshta ka provu që të bëj aleancë. Por duke parë që ky nuk është për ullur dhe janë bëgu ndërshtarë. Unë do iki, do bëjë time. Por që është e vërteta, domethënë edhe unë i rri këtij muhabetit, me qenë se njihën nga jashtë, duhet e kishte ndihmu të paktën me rroba, me fjetjen. Unë nuk jam as anën e Erikut, as Mirit. As Erikut as Mirit. Ndërsa Kesi edhe mu më ka ndihmu që natën e parë, më dha kostumin, normalisht janë nuk është ndaj gjë e madhe, po për këtu janë shumë. Për këtu brenda janë shumë. Respekti more, se s'kishte me çfarë flinin, s'ta kishte ardhur valixha, çfarë Edhe kjo është çështja. Shoku nuk e bën. Të e ka nisi debat edhe s'po din ta ndalojnë, nuk din ku do dalin atë. Ta ndaloj ai se unë kam marrë punë. Mateo? Atëherë, si gjithmonë Miri, kur vin këtu lojtar të rinj, banor të rinj, strategjia e Mirit është i bëj lajka, si nga afër, si me zë të lartë që ta shohin dhe banorët e tjerë që të bëhet edhe pik sulmi dhe pik vëmendje. Të njëjtën gjë ka bërë dhe me Erikun, sidomos me Erikun dhe me Florin që ai i njeh nga jashtë disi dhe i shef që janë lojtarë që mund të kenë potencial lojë. Eriku ti ka bërë lajka, e ka afruar, momentin që Eriku ka pasur në thonjza një konflikt, Miri ka dashur të bëj herojnë, duke nxjerrë Erikun akoma më keq, sikur Eriku është nevrik, domethënë Eriku ishte gati për të konfliktuar, kur ishte thjesht çast momenti. Edhe në momentin që Miri e ka parë që nuk ka pasur mundësi që Erikun ta vendoste nga ana e vet, aty në atë moment janë bërë kundërshtar. Në rregull. Përveç faktit që e ka lërë të flenë tokë, edhe nuk e ka ndihmuar, edhe nuk i ka dhënë as veshje, nuk ja ka dhënë dorën. Për tek saj, ajo që ka bërë Eriku me Mirin, me çështjen e krevatit ishte thjesht lojë pastër. Ndërsa se si është kthyer Miri, Eriku, ditën kur ka ndruar krevatin është e turpshme. Mënyra se si e kthyti Erikut, ofendimet që i ka bërë dhe si se i e drejtuar. Kam qenë aty. Kam qenë aty se si e drejtuar Erikut, kur Eriku ka qenë shtrat me mua, dhe ti ke qenë me Kesin mënyra se si i është drejtu Erikut. E të vit turp. Po turp di ty më. Ty turp. Mënyra se si e drejtu. Ti që e kishe mik, ti që e kishe shok. Ti që e kishe shok. Ti që mbrot të mbrojtshëm. Edhe gjëja tjetër. Miri merr një fjalë. E shëndron, momentin që Eriku ja ka shpjeguar 100 herë në çfarë konteksti e ka thënë, edhe vazhdon e hiperbolizon edhe kapet vetëm nga ajo fjalë. Ja, kjo është e artistit poshter. Okej, Kesi, le do të lutem. Se me që hyrin lojë dhe Mateo. Artisti poshter. Si çfarë do të thon artisti poshter? Këtë ma shpjego. Të ta shpjegoj Mateo, se kam thënë unë. Jo, Mateo po pyes. Po pyes Mateo. O Mateo! Mateo, çfarë do të thonë artisti poshter? Legion, të mora lej për fjalën. Artisti popullit e kemi dëgjuar, artisti poshter s'kemi dëgjuar ndonjëherë. Momentin që Miri përbuz një mbështetës të tij, sy për sy. Si të përbuza? Atë e di ti? A, unë e di, po ti e di? Po, e di. Me që e di ti, vazhdojmë me Kesin. Faleminderit, vazhdo Kesi. Bukur, atëherë meqense është duke u korrigjuar fjalori i gjuhës shqipe, mirë është ta fusin edhe këtë artisti poshter. Edhe me këtë përcaktimin që bëri Mateo, nuk i dihet mund na duhet Kesi. Te fjalorit që shkruhet artisti poshter,
Baras, atë e kiti. Kesi. Njeri i poshtër pra. Flasin emrin tim, e kam shumë pasion dhe dëshirë. Për status fix, njeri i Neze, për poshtër. këtë situatë, Ledion, normalisht situata eskaloi çiksi shumë. Gjitha çështja e krevatit nisi vetëm i gjë fani me ngacmim dhe po ta vije dhe në klip ishte vetëm e qeshme nga ana jon. Jo, më thuaj këtë ti, e kuptoj situatën. Ndërsa raporti Erik Miri ka ardhur për shkak se Miri donte që ta kishte Erikun afër dhe nuk e pati dot, pra si kishte një lloj tendence realisht me mënyrën se si ne kemi diskutuar mes njëri tjetrit, me atë që më ka shprehur dhe Eriku kishte një lloj tendence shumë jo të pastër nga ana e Mirit, mënyra për ta qasur dhe duke i thënë mbi të gjitha, duke i thënë që ti mos rri me Kesin, pra mos u bëj palë me të. Ndërkohë që nga ana ime, unë kur si kam thënë Erikut, i kam thënë gjithmonë, i kam thënë Erikut gjithmonë, nuk ke nevojë të zgjedhësh, bëj vetëm lojën tënde si ta ndjesh ti të pastër. Në moment që është shprehur, kemi diskutuar, pastaj është tjetër pjesë. Por në momentin kur s'kam vënë askush askënd para përgjegjësisë, madje edhe sot e kësaj dite unë kur nuk e qy veten grup apo aleans, po thjesht e kam një shok që rri për krah, kuptohemi me njëri tjetrin dhe kemi një lojë. Po, këtu je koherencë e ke thënë edhe përpara pak orësh. Dhe nuk e ndroi kur quhet grup, edhe i duket vetja lider. Dhe unë ata që zgjedh 3 kanë me ta, hajtas ose djathas, jo nga mbrapa. Të pash që doje të jepje një mendim në lidhje me këtë. Më ngacmoi pak fjala e Mateosit kur tha që Miri mundohet të rekrutoj të gjithë ato që hynë në fillim direkt. Po që duken me potencial. Potencial pa potencial do të thotë që këtë kategorinë gjithsesi. po mi okay, pa le të flas deri në fund. Le të flasit, le. Meqenëse se kam mundësinë edhe kam për herë të parë dhe Vazhdo. unë nga mënyra se si hyra në këtë shtëpi hyra dihet si hyra dhe dija shumë mirë që masi ka përçeja ka derën e akvariumit e dija se si do reagonin këtu gjithë banorët sepse faktikisht po doli nuk e hoqi njerë, nuk ka hoqi, doli babaxhani këtij ambientit të cilët unë e dija shumë mirë që këto e donin dhe respektonin dhe realisht është për të respektuar dhe për ta dashur sepse edhe unë e kam dashur Ilirin dhe e kam respektuar edhe kam domethënë u bëra edhe unë fan si atit. Duke qenë se kam pa 4-5 emisione i kam ndjek gjithë dhe kam hyrë brenda secili nga këto ka marrë opinionin e parë. Të parën të lutem. Po të lutem ta mbarojmë vëlla. Ose të ri ta mbarojmë vëlla. Po pra, çfarë lidhje ka kjo e Ilirit? Jo, nuk është pra Iliri. Problemi është këtu, që i vetmi nga gjithë to këtu ishte Miri që nuk më tha asnjë lloj gjoje që Artan pse e bëre këtë gjë. Prit më vëlla. Edhe asnjëherë nuk ka thonë që bë këtë, unë mu personalisht nuk kam. Pra ishte i vetmi që nuk të pyeti pse nominonve Ilirin. Po, edhe sot që jam këtu, në këtë moment, prap Miri, për mu personalisht, po nis me atë që tha Mateosi që ky rekruton apo mundohet për të rekrutuar. E kuptoj, a është vërtet i vetmi? Miri për shpirt. Po, i vetmi njeri që s'donte, që kërkoi asnjë arsye. Kërkoi asnjë lloj arsyetimi sepse ti zgjodhe Ilirin. Okej, interesante. Pra, do të thotë që ai, A thua çfarë është arsyeja? si se kuptova. A thua se çfarë është arsyeja? Arsyeja që se ka bërë atë veprim Miri. Ta themu Mateo. Për mu qa shoh këtu, Miri është lojtari më i fortë dhe ka gjetë aleate më të fortë që ka tek këtu dhe janë. Edhe ti po i mbështetësh? Po si mbështet fare se s'më intereson. Du ta keni parasysh ju vetëm valla. Miri Ore ju lutem valla. Do komentosh pjesën që dalë Dioni apo çfarë? Ore, problemi është se nuk më intereson fare as Miri as i diçka as Po grupi. mi por ne për atë po flisnim, e kuptoj që s'ti intereson. Po dëgjoj, lutem. Jam i qartë. Ledion, era parë që flasim. Hajde like! Do të gjitje për Ilirin. Shiko, nuk e kuptoj.